Higjiena komunale e Shkupit ka mbetur pa drejtor. Pas saktimit të masës së paraburgimit, drejtori Sabahudin Rustemi ka dhënë dorëheqje për arsye morale. Sipas avokatit të tij, dorëheqjen e ka deklaruar gjatë ditës së djeshme para gjykatësit të procedurës paraprake, ndërsa sot prej burgut të Shutkës, nëpërmjet gjykatës penale, do ta dorëzojë me shkrim në administratën e qytetit të Shkupit. Megjithatë, me dorëheqjen Rustemi nuk e pranon fajin për rrezikim të ambientit jetësor me mbeturina, për çka parashikohet dënim me burg prej 3 muaj deri në 3 vjet. Ekskluzivisht dhe zyrtarisht njoftoi se edhe gjatë ditës së sotme do ta dorëzojë dorëheqjen me shkrim nëpërmjet gjykatës themelore penale deri tek qyteti i Shkupit. Duke e pasur parasysh se për ushtrues detyre është emëruar nga ana e kryetarit të qytetit të Shkupit, por kjo nuk nënkupton që dorëheqja paraqet faj ose eventualisht pranim të fajit për ato veprime të cilat i ngarkohen. Dorëheqja e tij është akt personal, akt moral dhe marrëdhënie e lartë profesionale ndaj prokurorisë publike dhe gjykatës që veproi në pjesën e hetimit të hapur, deklaroi Asmir Ali Spahiç, avokat. Ndërkohë, kryetaria e qytetit të Shkupit, Danela Arsovska, e cila e ka emëruar Rustemin drejtor, thekson që pranimin e dorëheqjes dhe emërimin e drejtorit të ri duhet ta bëjë bordi drejtues i higjienës komunale. Ndërkohë, nga prokuroria theksojnë që nuk përjashtojnë mundësinë e zgjerimit të hetimit nëse konstatohen dyshime për kryerjen e veprave penale. Rustemi së bashku me udhëheqësin për menaxhim me mbeturinat, Hakis Saiti, sipas prokurorisë, dyshohet se kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për menaxhim me mbeturina dhe planin operativ për mirëmbajtjen e qytetit, pasi nuk kanë pastruar me rregull mbeturinat.